Unë ngritën në mëngjes. Ngrish në mëngjes më. Ngrish në mëngjes më. Edhe unë ngrish në mëngjes. Shumë bukur. Unë atëran, për shembull. Unë atëran. Kurse ti do hash qumës, se ke lek, do blesh qumësh, ta kam fjallën. Do është të blesh qumësh. Ore, a je ti sigurtë për qumëshin që do marrësh? Që në mëngjes sa ngrihesh. Do është të marrësh qumës në supermarket, atë skadencë që këta e marrin e pasaj qare bejnë, atë mund skadencë që fshirë me dorë. E plus që qarë qumësh është ajo që na serviret ne, është qumësh plurë, se qumësh për lope është ajo. Që këtu po e zë, që në gjitha, imagjinoje tani, që në Sabah, imagjinoje ushqimet të tëra, pasiguria, më të thashë, këto që jemi, zdim qaramë, këtëno, qumësh, djathë do vesh të blesh. Nuk ke fare siguri se djathë jeshtë me 27. Ose që të daju djathë, le që ka vatur, është 11.000 në kilja. E djathit të deles, edhe të dhisës, se djathi lopës nuk futet në gojë, është të merë, është një 8.000 leka, po nuk futet në gojë, është si mund, se është me 27. Kupton ti? Këto që të quen si pe dhije, si pe, që i kanë litur dhe qëmimet. To asë kontrol dhe asë gjithë, qarë merë vetëm zotit thoj. Edhe në në dhep. Unë së abuzoj me asë gjithë. Nuk abuzoj asë me alkohol, asë me gjithë. Më dhem zora, më dhem kjo, më dhem... Po iki njësi si... se zim qaramë. Nuk kontrollohet fare, më kaq ki jemi, më. Po kontrollohet në... Ke Athinën, më, 5 milion, 4-5 milion sa ka madhë. Furnizoj të gjithë natës në mëngjes e kemi. Kushte këtu në kaq ki jemi, më. Nuk dim qaramë, më, që në pikë të Sabahut, kur pi qumëshin që e ke, nuk e ke qumësh fare për dele, po e ke plur qumëshi, se nuk kontrollohen fabrikat to me janë të tërat korruptuara, me janë të tërat me leke me të tëra, më. Si për djathi gjalpi, më, nuk e di miq, më, vetëm i themi Zotit, Zot na ruaj. Të vi pjesa tjetër, e spitalit ke një gjetë të vesh të merë, mo. Unë e vuaj zduat vetëm në spital, se sa nuk të shikojnë si pacient, të shikojnë si klient, mo. Nuk të shikojnë si mu, të shikojnë vetëm nga duart, mo. Po ju dhe posu dhe, të bëngjirpen në punë. Do më dhënë, tu s'ke kryesorit, mo. Që të kesh. Kryesorit, mo, ushqimin, shëndetin, mo. Qarë ble në dyqan, edhe në spital. Që të... Këto, mo, i ke ti, mo, socialist. I ke ti, mo, vla. Je i sigurt për këto, mo, vla. Po je i sigurt për këto, je për Edi Ramës, vla. Po je i sigurt për këto. Po je i sigurt që këta ministra nuk ka në vjidhur, je pja, vla. Je pja, vla. Qarë të them unë? Ministra e qarës, nuk është puna aty, bre, po puna është mëndurimo, në viti 2025, të japësh një partije të drejtoj këtë vend 4 herë, mo. Mund të jem dakord, mo, që nuk ka patë edhe opozitë fortë, mo, se na e futi da i mund të luli. Nuk ka patë një alternative që popullin ta shumë, bre. Po ka një stop, bre. Ka një stop, nuk e di. Ka një stop, bre, për Zotin e madh. Prandaj, unë po e mbyll tani, ku e kam atë? Unë po e mbyll tani o birë, po e mbyll, po. Më datën 11, do votoj numrin 1 që ta shpir me Tiranën në pesa. Më datën 11, do votoj numrin
Në datën vitani, në datën 11, do votoj numrin 1 që ta shpirë me Tiranën në pesa. Që ta çojmë në pesa, duhet të votojmë numrin 1. Vetëm numri 5 mos votoni bre. Të paktën, në vetëm numrin 5 bre. Ju që sini të djathtë, vetëm numrin 5 bre. Se vetëm po janë këtë kokën një ore. Ju që jeni të majtore. Dhe kam një besim, dhe kam folur me nga brenda të taj, nga brenda. Kam një besim që të taj nga brenda. Vetëm 5 mos votoni. Të votosh 5 në këtë kohë është t'ja futësh vetes për Zotin e madh. Sinqerisht e themre, të votosh 5 është t'ja futësh vetes. Keni 11, më sa numra janë më? 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ku janë. Keni 11 numra, 2025, 3 ere ka marrë pesa, me ta marrë pesa? Jo. Jo, është vetë vrasje, sinqerisht. Unë po e mbyll, edhe njërë po e them, në qoftë se Edi Rama ka ndërmend të vijë, si shme tha do vijë, një pyetje do t'i bëj. Një pyetje të vetme do t'i bëj. Edi Rama, ndale ku është kjo pyetja? Kjo që thot, ja. Do të vi në shtëpi me 5 trëndafila. 5 trëndafila do të vi e dera e shtëpisë. Ma hap derën, s'pa hap derën, atë e di ti. Hajde vrenos. Do me Të thënë, mirat do të vi në shtëpi me kur të vish në shtëpi, do të hap derën me kamera dhe do të bëj një pyetje për qytetani. Do të bëj vetëm një pyetje. Tani, socialistët thonë që Edi Rama ka rilindur. Tash unë kam 12 vit në dilemë. Ke rilindur apo je bërë gjatë rrugës? Tani ti shikoj ma këtë përgjigjen ti. Se këta thonë Edi Rama ka rilindur. Tash Edi Rama ka rilindur. Po t'akord mo, Edi Rama ka rilindur. Ju me thoni Edi Rama ka rilindur, unë i bashkoj të them Edi Rama ka rilindur. Tani ka rilindur që i lindur i vockël, apo është bërë gjatë rrugës? Edhe të ma kthej përgjigjen. Tunk,